ky lloj modeli ekonomik, ky lloj modeli ekonomik po vazhdoi, jo vetëm që nuk ka nevojë për shqiptarët, por është një model ekonomik i cili gradualisht, nëse nuk bëhet tranzicioni i sektorit të bujqësisë, që thashë është në vitin e 5 që po bie si sektor. Dhe nuk po flas që po bie, nuk po rritet se sektorët e tjerë. Se po të kështu që hajde zhdukim bujqësinë fare dhe u bëm vendi zhvilluar. Po bie pa u bërë tranzicionimi në sektor të tjerë të popullsisë dhe po bie si peshë sektorit pa u rritur produktivitetin, ndërkohë që është ndër vendet me produktivitet më të ulët në sektorin e bujqësisë Shqipëria, krahasim edhe me Greqinë, me Italinë, ta mbysin. Pa po e vrasim sektorin, se s'ka nevojë për sektore. Dhe si rezultat i kësaj, ky modeli nuk ka nevojë për shqiptarin, nuk ka nevojë sidomos për shqiptarin e ndershëm. Do ketë nevojë për ato 300.000 veta në administratë, 400.000 veta këtu, dhe Shqipëria gradualisht do kthehet në një vend që mban ky model tek 700.000 deri në 1 milion njerëz të ardhmen. Po të shohim dhe trendet demografike, po të shohim hartën që është prishur tërësisht skema demografike e Shqipërisë. Dhe kemi rrugë elementin tjetër që kombinimi me rrezikshëm, se ne folëm këtu sikur të ishim një vend idealist, turizmi apo jo turizmi. Këtu po flasim për gjë tjetër tani në Shqipëri. Turizmi me paranë e pisët, sektori i ndërtimit me kriminalizimin e ekonomisë. Tani mendoj pak, ne kemi pretendime që bëj kujdes. Po edhe pa paranë e pisët. Kryeministri tha sot që paraja e pisët është në ekonomi, po nuk është problem aq i madh. Po çfarë do thotë kryeministri? Kryeministri pranoi vetëm fornisë gënjen. Pra kjo është gjë më e bukur. Kryeministri nuk do ta pranojë që në ndërtim është paraja e pisët, ha? Tani unë çfarë evidencash duhet të kem unë? Dhe këtu kemi të bëjmë me një kryeminist që është fatkeqësia e këtij vendi, sepse ai po pranoi këtë, ka pranuar që është kriminalizuar por ai. Çfarë do të shoh më shumë unë kur vetë spaku para 4 në 2 ndërhyrje kapi ekuivalentin në një ndërhyrje kapi ekuivalentin e 6 pallateve të mëdha. 6 pallate në një ndërhyrje, ha? 6 pallate në një ndërhyrje. 6 pallate Tirana. Te ndërhyrja tjetër një ekuivalenti 4 pallateve, pra 10 pallate në një ndërhyrje, ha? 10 pallate të mëdha, ha? Dhe çfarë mund të thotë kryeministri kur këtu neve shohim që kur spaku arreston edhe ai çka quhet kriminali i nivelit fundor, ai ushtari, ha? Lexojmë ka 10 apartamente, 7 garazhe, 5 vila, apo jo, më i ulët. Lexoj një tani një nga shkrimet tuaja që në mos gaboj theksonin që vetëm këtu edhe ky mund t'i bënte bashkë Shtufin dhe Ivanka Trumpin. Eksaktësisht. Po ta shohësh me vëmendje, i bëri bashk, ky arriti të bëjë diçka që ata është pa e konceptueshme për ata. Domethënë ndërkohë që Amerika është duke luftuar krimin e organizuar dhe kartelet e drogës. Krimin e organizuar, kartelet e drogës dhe pastrimin e parave në të gjithë botën e ka ngritur strategji presidenti Trump. Ky arriti bëj bashk Ivankën me atë si kishte që është kërkim tani për Shtufin, për pastrim. Dhe pastaj Shtufin, ha? Pra edhe për pastrim produktesh, edhe për ndërtim, edhe për trafik, ha, ndërkombëtar droge, edhe për përvetësim të padrejt pronash, ha? Po ta mendosh në këtë. Kështu që kjo nuk tonë kanë rastësi që i erdhi nga qielli ky sulmi kryeministrit ose kështu. Është vërtet. Domethënë investimi tim më i madh është ky që po flasim me këta figuranta. Dhe pastaj shohim shifrat zyrtare, që kryeministri ka një pretendim që ky modeli ekonomik nuk është e vërtetë, që nuk bazohet te paraja e pisët, për mua ka dhe gjë tjetër, bazohet tek paraja e pisët dhe tek paraja e korrupsionit, se këtu po flasim dhe për korrupsion madhor këtu, ha. Edhe po të shohësh ta kanë gjithë nga një vilë, edhe këta kanë nga 2 vila, nga 3 vila, edhe ushtarët më të ulët. Te këtu për shumë korrupsioni dhe krimi organizuar janë bërë njësë, që kanë deportuar në administratë. E pam neve që ndodhi me të dhënat. Ata tani mafia tani nuk ka më nevojë të korruptojë administratën. E ka të sponsorin vetë brenda aty në polici, e ka te noteria, e ka te kadastra, e ka te tatimet, e ka te gjitha të pra, i kriminalizim total i vendit, edhe një qeveri e vënë gjitha në dispozicion të krimit dhe të korrupsionit. Provoje ti për shembull të bësh, ja ti bëj një pyetje unë. A ka njeri të bëj pyetje kështu logjike? A ka një
ti do pranoje, do ishe i gatshëm të paguaj 150 milionë euro për një tokë, pa pasur garancinë që qeveria do ta kthente nga tokë arë në tokë trull. Ta mban ty, ta bëjnë këta, si mendon ti, po shkove e bleve pa leje. Pra ai është pengmarrësi më i madh. Ai që thotë to, ai e ka ndërtu këtë ekonominë që po nuk fole me sekseret e tij. Po tani dalim nga këtu, dalim te drejtësia. E shpëton drejtësia gjithë këtë? Në drejtësia po bëni punë të jashtëzakonshme për unë them që vetëm ajo na ka ngel në këtë model fatkeqësisht. Dhe është vetëm që po na tregoni pikturë të vërtetë. Dhe nuk do të ishte drejtësia, ne do bëjmë pyetje neve. Si është mund që vetëm spaku i kap? Pra ky i ka dhënë një sinjal, si kryeministër, nuk kam thënë këtë me elefantin, I vetmi person thonë amerikanët që është kur futet një elefant i madh në një dhomë që ka shumë zile, dhe asnjë nga zilet nuk bie, I vetmi person që është ka aftësinë për të fikur të gjitha zilet njëkohësisht është vetëm ai që ka kontrollin, që është kryeministri. Pra, ky ka dhënë urdhër enteve shtetërore, parandalimi parave, Ministria Financiare, që ne nuk do ta luftojmë për krimin, pra, dhe para në pisët. Se tos ke vërtet kapin në gjë ato? Ndonjëherë? Të 4 vite? Asnjë gjë. Vetëm kur tak po I kap spaku. Pra, ka shteti struktura antikorrupsion, jo vetëm drejtësia. Domethënë këtë po thoni që drejtësia do të jetë e fundit, drejtësia është zile e fundit, ama jam I qartë. Ti ke Bankën e Shqipërisë që s'ndihet, që ka sistemi financiar. Ke antikorrupsionin. Asnjë rezultat. Ti ke pastrimin e parave, asnjë rezultat. Ke krimin ekonomik, hetimin tatimor. Po ke çfarë nuk ke në administratën qytetare që janë organe legjizlatuese, policinë, policinë e gjitha. Në fakt, s'kemi asnjë rezultat. Që tregon që kjo është lënë me vetëdije dhe kjo do na bëjë neve një dëm shumë të madh sepse po bëhemi dependent, Ne jemi shumë dependent nga kjo paraja pisët edhe nga ky sektor. Shikoj nesër ekonomia, kjo ka një gjë shumë të keqe që paraja pisët e largon paranë e pastër. Një. Pra, është më lehtë futet ajo, ti largohesh, se s'do të asosiohesh me ata. E dyta, paraja pisët ç'a bën? Të soldat e pasohet me euron, ty që shqiptarët I varfërojnë të gjithë, përveç butësisë, varfërojnë dhe konsumatorin, apo ja? Se sa do më lekun aty, shqiptarët kishin kursime, ai nuk ka do lekun. Ai thotë nuk I du lekët e tua, nuk I du. Kam gjej lekun e tjetër më lirë, më mirë, më thjesht. Se ka Gjitha këto që ju po thoni tani edhe dhoma amerikane e tregtisë sot I ngriti gjitha këto shqetësime. Nga korrupsioni, monopolet, pastrimi parave, etj. Monopolet e licencës që këto kontrollojnë. Pra, unë kam thënë një shpejtëte. Po ta marrim në 4 parime kushtetuese, në 4 parime kushtetuese. Kjo qeveri e ka tradhtuar kushtetutën, pra, të drejtat juridike. Ti marr